Tragjedia e ndodhur në Durrës, ku 2 fëmijë humbën jetën si pasojë e një aksidenti rrugor, ka rikthyer në qendër të debatit publik sigurinë në rrugë dhe nevojën për ndërhyrje ligjore më të forta. Majoranca ka paralajmëruar se shumë shpejt do të drejtohet Kuvendit të Shqipërisë me një paketë ndryshimesh që synojnë shpërsimin e ndëshkimeve për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja u shpreh se autori i ngjarjes duhet të përballet me një ndëshkim shembullor, ndërsa shtoi se ligji duhet të jetë më i ashpër për raste të tilla që cënojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Së bashku edhe me disa kolegë tjerë kësaj magjorance, ne do t'i drejtojmë shumë shpejt Kuvendit të Shqipërisë një paketë ndryshimesh në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, por dhe në Kodin Penal, si kundërpërgjigje adekuate në nivelin e ndërhyrjeve ligjore kësaj situate. Natyrisht nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për ta shpërsuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit. Pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi, autori kësaj vepre penale, gjithçka mund të përfaqësoj ai, por ai nuk meriton të jetë më mes nesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor sipas ligjit. Nga ana tjetër, opozita ka një qasje të ndryshme ndaj situatës. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doja theksoi se problemi kryesor nuk qëndron tek mungesa e ligjeve, por te mosbatimi i tyre në praktik. Ne kemi ligjin, por ligji nuk zbatohet, është 5 deri 20 vjet. Pra është masë shumë e lartë dënimi, nuk e ka asnjë vend tjetër i Bashkimit Evropian këtë masë dënimi që kemi ne. Ne thjesht nuk e zbatojmë ligjin. Ndërsa fakti që një individ kryen një vepër penale të caktuar, ose është i fortë i lagjës, ose që janë ka i mbështetës i Partisë Socialiste, ose i Partisë Demokratike, kjo s'ka të bëjë fare me ngjarjen. Kështu që në këtë kontekst, ndërhyrja ime ka qenë më shumë serioze. Më vjen keq nëse edhe opinioni publik është bazuar tek këto fjalë për të dalë nga konteksti. Unë kam folë dje si prind. Në atë lagje, kam thonë, duhet ketë edhe sheshe për lëra për fëmijët, duhet ketë edhe aktivitetet tjera ndihmëse, që nuk i kanë, ne e dim që si kanë. Ne e dim që aty përmbytet, këtë kam thonë që përmbytet. Ne e dim që aty ka rrugë cilet janë shtruar nga vetë banorët me beton. Këtë kam thonë, s'kam thonë pa vërtetë. Paralajmërimi për ndryshime ligjore u bë edhe gjatë seancës parlamentare të SHN-s, ndërsa pritet që në ditët në vijim të konkretizohet paketa e plotë e amendimeve që do t'i paraqitet Kuvendit.